Përshëndetje nderuar teleshikues. Në këtë aktualitet të sotme unë do të ndalem tek ajo vrasje në Fier, e cila duam s'duam neve, është një vrasje në çift, sot kishte folur nëna me baban, sot kishin folur të afërmit, është një vrasje ndan që vetë vrasje dhe vrasje ka quajtur policia, por babai dhe prindrit e të viktimës, sidomos të kësaj vajze, thonë që shkojnë diku më tej. Kanë aludime nga më ndryshme. Ajo që është e rëndësishme që shoqëria shqiptare her pas here në 10-15 ditë merr nga një goditje të tillë. Veç kësaj, kemi dhe disa partitë të vogla, që i quajmë neve, nuk janë vogla, sa janë partitë përbëra nga elektorat, e cila është partia e Zotit Zë Bushati, partia Ora e Shqipërisë, unë sot kam derin që të kem në studio një prej drejtuesve të saj. Por unë po filloj nga qeshësia mbi tort, nga Senera Hoxha, më se merr në studio. Mirë se ju gjeta. Dhe pastaj po vazhdoj me kryetarin e Partisë Ora e Shqipërisë për qarkun e Tiranës, zotin Astrid Mytyberi. Më se merr në studio. U kam bashkuar një doktor dhe një politikan, një biznesmen më saktë, se ti je një biznesmen i suksesshëm. Edhe më intereson dy llafe, pse keni rrugën e biznesit dhe tani politikës? Rruga biznesit Bedo ka hyqë në 90-ën se gjithë shqiptarët e tjerë, pa ditë se ku do shkojmë, pa ditë se ku po shkelim. Shkom pasaj këtu ku erdhëm, dikush bëri një shtëpi pasaj pallat, dikush hapi një bar kafe, bëri një restorant, dikush çdo njeri për mua që ka hyrë bizneset dhe ka arrit një sukses, ka hyrë si pa dashje dhe nuk është se ka hyrë se donte dhe e zgjidhja ai. Je korçar. Shumë mendoj unë. Je ke lindur në Tiranë, ke marrë në Tiranës, ke biznes, pse të shkruaj për politikë? Pse u shkrep, pyetje shumë e bukur. Bedo, kemi 26 vjet që mendojmë ne se jemi në një demokraci sot. Që aktualisht nuk jemi demokraci, kur 45 vjet me një parti të vetme dhe 27 vjet me dy parti të vetme që qeverisin të vend, nuk është demokraci. Duke shparë se çfarë lloji dhe çfarë mostash hyn politik, i thanë vetës po ne kush jemi. Nuk jemi dhe në pjesë e kësaj. Kjo ishte ajo që unë mendova që të hyj kësaj rruge. Ti shikon politikanët si mjekët dermatologë, si mjekët që u rregullon të gjitha ato fytyrat e tyre që si të duken politikanë shqiptarë, janë simpatik, krahasohen me ndonjë për shembull me dhomën e lordëve në Angli apo me Kongresin Amerikan apo kështu. Politikanët shqiptarë më duken burrëror, që është një gjë për t'u admiruar. Nuk do i krahasoja dot me meshkujt italian që kujdesen shumë për aparencën dhe deri diku dhe teprojnë me këtë lloj sjelljeje. Por sigurisht neve kemi shtatlartësinë, kemi tipare dalluese si kom që ditë vishën në putetit shqiptar? Vitet e fundit, po, kanë filluar. Por sigurisht ajo varet dhe pak nga pjesa ekonomike e secilit. Po ta shikosh se ne nuk e kanë problem të putetit, se një pjesë e tyre janë kështu, për shembull rasti i këtij të Firencës, që doli dhe emri për të larguar nga parlamenti, Astrid Gaxhit. Ai jo vetëm që kishte dyqan nga më luksoz, po e kam shumë se kaq. Kanë shije, se për shembull po të shikosh kryetarin e Partisë Ora e Shqipërisë, Zë Bushati, është aktor, Arben Imami është aktor, kanë një hije italiane. Çfarë do të korrigjohet këtyre? Kanë karizëm, çdo njeri ka atë personalitetin e vet. Unë admiroj këtë lloj aparence, këtë lloj sjelljeje, timbrin, tonin, gjuhën e përdorur, ndonjëherë janë agresiv, janë pak radikal. Kjo gjë i bën më tërheqës për turmën. Njerëzit i kanë shumë pasion ato fjalimet elektrizuese, ato bërtitjet në thonjza gjatë thirrjeve. Pepe Grillo vetëm me këtë e fitoi, me këtë lloj karizme, me këtë veshur dhe bukur dhe në një spot makine. Si duket parlamenti sot, duke shtuar edhe këta nëntë që po ikin tani zoti Astrid? Sepse je një biznesmen dhe po të shikosh biznesmenët kur kanë guxuar të futen në politikë, kanë shehur nga kaluar atyre edhe emra, edhe burgje edhe kështu. Kjo Bedo është pritur për të hikur. Nuk është që deshën të hikën ata, kjo është pritur. Rama erdhi në fuqi jo me njerëz dhe me intelektual, por erdhi me njerëz që më thojnë ata kriminala, se mos mund ta them kriminal, s'kam pa njerëz çfarë ka. Pa vërtetuar gjykata ata kriminala, po nuk mund të bë dot vota të marrësh ti postin sot me njerëz të inkriminuar. Qartë. Nuk mund ta marrësh dot. Si gjendja e Orës së Shqipërisë në gjithë Shqipërinë me zotin Zë Bushati dhe me zotin Zë Shtjefni, më fal ta thash se që ngatrova pak. Po ngatrova. Zë Shtjefni, Zë Bushati është tjetër parti, mos gabofsh Demokracianës.
Unë mund të flasë për qarkun e Tiranës. Nuk mund të flasë të rësi, nuk e di çfarë po bën tani aktualisht kryetari im me rrethet, është pjesa e tij. Po në 24 njësi Tiranës, kena vonë në çdo 24 njësi kryetar njësish, kena vonë 7 deri në 10 kryetar organizatash, dhe jena hap shumë mirë që kena sot një staf që bëhet paktën mbi 500 antar dhe kryetar që sot punojnë për këtë parti në Tiranë. Të kjo mendoj unë që është gjatë për një vit është realizuar. Ju bët një konvent në Tiranë dhe kishte pjesëmarrje. Bëm kongresin e Tiranës tani. Po e ka për mua për partinë opozitare që sot kryetari jon është në opozitë, më erdhi shumë keq, dhe ngelëm shumë të ofenduar që ti është një forcë. Që unë mendoj, jo forcë e vogël jemi neve, dhe ai mos ta bekenisi, mos vi. Për mua është turp faqezez. E keni fjalë për Lulzim Bashkë? Po, patjetër që për kryetarin e opozitës kemi fjalë. Po, kryetari juaj ka vajtur të bashkohet për në 18 shkurt me Patjetër që ne nuk shkojmë për Lulzim Bashkë me 18 shkurt. Ne shkojmë për të kaos të keqe që ky ka, të frymë të keqe që ky ka sjelltu në këtë qeverisje. Që të biznesi, që të papunësia, dhe për çfarë do të flasim çfarë është bërë mirë tu, që un kam pas për shembull kam një restorant aty që më thënë çfarë, dhe kam pas 12 punëtor. Sot kam 2 vlla. Atëherë si po thua ti mua që un kam ngritje punësimi. Por atë degenerojnë me tatimet. Me hapësirat publike bashkia e ka çmendur biznesin. Që është kjo? Mua ka ardhur për shembull po them 6 milion lekë në vit, 20 metra katror hapësirë publike. Është një çmenduri që këto kanë bërë. Kur gjithë bota shef sa fiton ti dhe kaq me shteti 1% nuk e di, këta thonë më duhen kaq lekë, hajde merrja biznesit. Kjo është fatkeqësi. Venera, ne kemi shumë krime pasioni, sepse rendi dhe duam veç krimit të shtetëror që është korrupsioni, që janë taksat arbitrare që të vendosin taksat me detajime. Shikojnë ata që aty në të berë ishte i Partisë Sociale të Shqipërisë, bëja 6 milione. Shikojnë atë tjetrin e Balminian. Kemi krimet e pasionit. Si mjeke, përse ndodhin krimet e pasionit në Shqipëri? Mendoj se krimet e pasionit ndodhin sepse neve jemi popull i frustruar, sidomos mentaliteti i meshkujve. Në Shqipëri e shoh dhe në familje mjaft emancipuara, mashkulli e zotëron femrën. Në kuptimin e mirëfillt të fjalës, femra është pronë e tij. Po ta shikosh një serb, një grek, një maqedonas nuk e vrasin të dashurën e tyre, sepse ke ndarë shtrati, ke ndarë ndjenjat, ke ndarë si e vret brenda në makinë tim, as ndaj vret dhe vete. Ajo është diçka e trisht, ndoshta personi mund të ketë qenë në një gjendje të rënduar mendore, mund të ketë qenë shkak një depresion. Pra, për këtë pjesë do më thënë dua të them që jemi njerëz të mbyllur. Neve, kur gjërat nuk po shkojnë ashtu siç duhet, ne nuk dimë të shkojmë të kërkojmë ndihmën e dur. Neve kemi turp të flasim për këto gjëra, për këto lloj problemesh, derisa shkon momenti që të kryhet. Po të shikosh se Viskushin si deputet ose të tjera, edhe jep televizor dhe i duket që ajo nuk e ka bërë ashtu si duhet atë lëkurën e hundës ose atë hundën e bukur, nuk e ka bërë mjekën si duhet, nuk ka përdorur dhjam në buzë, ka shumë deputete që kanë ndryrë. Në klinikën tënde, nëse do vini këto, çfarë do të korrigjoj? Bejdo, nuk mund të flas për VIP-a, për emra. Unë e thash sepse e shikoj, nuk e kam tek ajo, po them, më thuaj puna që bën. Duhet ngeli sa më pranë naturalitetit. Çdo fytyrë duhet ketë atë plastikën e vet, mimikën e vet. Nuk mund t'i bëjmë njerëzit maska, e kam thënë këtë gjë. Edhe zonjat e nderuara dhe modelet dhe vajzat e vogla, çdo kush sot shumë po tentojnë për t'u bërë ato që nuk janë. Neve duhet përmirësojmë gjëra në lëkurë, në fytyrë, por duke ruajtur originalitetin tonë. Jo të ndryshojnë 360 gradë. Atëherë, pse çuditemi kur një mashkull me një femër dashuron në mënyrë të paligjshme, trajtojnë familjen dhe vriten me një tjetrin. Është njësoj si ky deformim që bëjmë neve në hundën tonë, në trupin tonë. Mendoj që janë probleme karakteri. Ne nuk jemi njerëz të qëndrueshëm, nuk jemi njerëz stabil, nuk e pranojmë dot veten, nuk kërkojmë dot ndihmë. Neve mendoj që vuajmë nga një ego shumë e keqe e gjithë shqiptarëve, nga uni është mjaft i theksuar. Zoti Astrid, uni na mbyt në partive të vogla. Kjo është uni që na mbyt partive të vogla. Bedo, bëm një takim mes partive të vogla, që për mua do ishte një madhështore po të realizoj ajo pjesë. E hapim, ishim edhe me Kreshtikun, me shumë njerëz dhe thamë, pse nuk mblidhemi ne të gjithë bashkë, thash? Se ky popull është i jetur për një portë të tretë. Besoj që vajza sot është përpara nesh, kërkon një portë të tretë se thotë ku t'ja jap, këtyre se jap dot, këtyre se ku t'ja jap votën.
dhe të bashkojnë 30-40 parti bashkë e të bëjnë një pol të tretë. Dhe po të siguroj që ne mund të marrim mbi 20 deputet rakontar. Problemi është tu, se qohet Kreshtiku thot, pa prisë Tirana du unë thot. Qohet muni, po pësa marashit ta maruni, them unë. Kjo është ai uni që neve nuk na lën të ecim përpara. Kjo është më kullajt. Hajde bëjmë një kolektiv bashkë. Kush mori më shumë vota në Tiranë, mori ora Shqipërisë, merr ti deputetin, i mori AK-ja, merr ti vlla. Se nuk është ndonjë gjë për tu zën kjo. Tu është problemi gjithë uni, pse ti është tim unë. Ne ndershëm dhe të dalim në garë. Po patjetër. Për këtë do votohet disa herë nëse don ose sakt ti si e shikon votën tënde duke qenë jashtë politikës, duke marrë me atë biznesin tënd të mrekullueshëm, me profesionin tënd, me ambicet e tua. Mua më pëlqen ndryshimin politik. Domethënë, jo të njëjtat figurat janë përjetësisht atje, sepse dashje pa dashje fillon abuzon me postin, nuk vjen më nga masa e gjërë, por ti automatikisht je në një stad tjetër dhe ti nuk e ke shumë konceptin se çfarë po ndodh në rrugë me njerëzit, me shkëputesh. Fillon elitën, jetën e elitës dhe pa dashje ti nuk e di çfarë ndodh. Edhe pse Edi Rama mundua të sillet disa gra në qeverinë e tij, po përsëri ato mbeten aq të shpërfillura dhe aq periferike sa ashtu. Çfarë ndodh me maskulitetin në Shqipëri, sipas teje? Mendoj që është ajo që ju thash pak më parë, që meshkujt nuk e shohin dot femrën ende si një forcë e madhe e këtij vendi. Po pse ndodh kjo? Unë këtë gjë e kam ndjerë dhe në fakultet mjekësisë. Kam pas disa profesorë të cilët kanë qenë shumë maskilistë dhe një prej atyre gjithmonë shpreh, nuk bëhet mjekësia me çupat. Nuk din të bëjnë çupat mjekësi. Domethënë, jam përballur gjatë gjithë jetës me këtë lloj frustrimi. Ka thënë edhe doktor Suleman Kuqi, i cili më ka thënë që kishte një problem, tha dhe unë vajzën kur e futa në vit parë, që të bëj kirurgje, që të merrte pjesë në operacion, tha, i gjithë fakulteti më shtehur në gryp. Po. Si e rregullojmë këtë gjendje? Si e shëndosim këtë gjendje? Sepse duam neve, kjo është një shqetësim. Mendoj që problemi jon është që ke nënat, ke mënyra se si i rrisin vajzat dhe djemt. Unë kam vetë një vlla dhe për shumë gjëra kam parë ndryshe sjelljet ndaj meje dhe ndryshe sjelljet ndaj tim vllai. Djali është absolutisht i paprekshëm, është më i miri, është më i bukur i mamit, domethënë ka disa mendësi të gabuara që neve dashje pa dashje ngelemi në këtë lloj mentaliteti. Mendoj që fëmijët duhet rriten të dy në mënyrë të barabartë dhe një vajze aq më tepër ajo duhet inkurajohet më tepër që të ecin në shoqëri, që të bëhet e zonja vetes dhe të marrë një profesion arkitekte, inxhiniere, doktoresh, absolutisht punë që deri dikur i bënin vetëm burrat. Sot i shikojmë në Gazeta Ora e Shqipërisë ka qenë një nga gazetat e para e zotit Zef Stjepni, por ka ekzistuar edhe para çlirimit dhe në shtyll kishte familjen. Si e keni në program në partisë tuaj? Në shtyll në gazetë tua kishin familjen, ose kam arrit në një atë gazetë, një vit kam të kjo parti që nuk mund të flas se çfarë ishte bërë atë gazetë atëre, por shtylla jon sot është me fjalë votuesi jo që do jetë nesër. Dhe mbajtja e llafit ne të votuesi. Çfarë do të bëjmë neve nesër me këtë votues që sot po themi. Vejdo, kam punuar në 2013 fort për PS-n. Punuam shumë, lam shpirtin, hapëm shtëpinë, hapëm çdo gjë, kur e funi një zhgëdim total, një ofendim që të ofendojnë. Me fjalë të kesh një fakultet, kesh një shkollë të thotë, unë kam një vend të lirë për shofer për shembull. Ne këtë nesër, nëse ne do marrim fuqi, do marrim drejtori përgjithshme, fati madh po shkum dhe në parlament, vjen ta njerëz nuk do zgënjen nga ana jon. Diskutim që nuk do zgënjen fare. Në 2015 unë të them që kjo parti në Lezhë ishte një forcë shumë e fuqishme që doli forca e dytë politike që hodhi poshtë PS-n, hodhi poshtë LSI-n, që kishte mundësi të jepte bashkinë e Lezhës si PS, si LSI-s, merrte edhe tupe lek në xhep, po ishte para ashtu. Dhe ishte sot prapë me një problemi është që i dhani pushtet PD-s dhe PD-ja është gënjeu. Kena marrë 11% të pushtetit. Në forcë politike, në 2-3 zona të Lezhës, në jena forcë e parë politike. Që kena hëllë poshtë dhe PD-n. Pse du të kemi unë besim sot e Basha? Po në 18 qershor që do bëjmë, 18 qershor, 18 shkurti është një kaos për gjithë popullin, ata është dhe shparë, me fjalë që ne do dalim jo për Bashën, po do çohet i madh i vogël për ta mposhtur këtë të të keqet madh që ne na ka zonë syt më thonë më tepër më thonë. Për të ndërgjegjësorin, si keni objektivat? Ne kena stafin tonë që mund të jemi 4-500. Siç është stafi i Tiranës komplet me 4-500 vet do jetë në shesh, nuk diskutohet fare.
Nuk do jem atë që dikra dëgjoj që thot do hull bombën, do hull të, do prish, nuk do jem kur me prishe. Momentin që do filloj kjo punë, e para unë, do jem unë me stafin tim që do largojmë që ndej, se nuk jam pjesë e kësaj loje fare. Që, po e mira është që, bedo, kam qenë të Çani, kur bëm atërat grevën për hapësirat publike. Dhe më pëlqeu diçka e bukur që tha Çani aty, tha, nuk është problemi sa veta jeni, po sa korini aty, tha. Dhe nëse ne aty do rim 1 javë, 1 muaj, grem çadat, nuk ka ku shkon, Rama është i frikacak, do hikë sa ku shkon më. Dim të festojmë neve se neve sepse djeshtë e 14 shkuti. Dhe pas që të gjitha në mesazhin kështu ruheshin që të mos tregonin atë që ishin të vërtetë. Ajo, e kam fjalën, ti si mjekë si thua, dim të festojmë neve? Mendoj që pjesa elitare ditë festoj, pjesa tjetër, pastaj këtë festën e Shën Valentinit, ka një tjetër perceptim. Në të vërtetë është dita e të dashuruarve, por jo domosdoshmërisht në dashuri në kuptimin fillestar, dashuri dhe për familjen, dashuri dhe për të gjitha. Po. Dhe pash që dje kishte shumë familjar që kishin dalë me fëmijët, çifti dhe festonin në këtë mënyrë. Për mua kjo është diçka e mirë. Është e drejtë nderuar që, po ta shikosh sa është një Valentini, ndonë pa në kopshin e tij që po puthe një çift, doli nga zbriti poshtë nga dritare, u dha të trëndafilin e kuq dhe uroi lumturi. Dhe është një festë fetare katolike. Është që duhet ta festojmë të gjithë apo është festë e përballshme? Si e ke koncept? Shqiptarët nuk kanë fare këtë ndarje, neve i festojmë të gjitha festat. Ti ndjesh e ndarë për shembull te ora Shqipërisë, apo te kjo, apo te kjo, apo te kjo? Jo. Jo, unë jam përkushtuar një rrugë tjetër dhe nuk kam as informacionin e duhur se çfarë ofron njëra, çfarë ofron tjetër. Çfarë shërbimi? Për sa i përket kirurgjisë plastike, estetike. Më intereson, sepse edhe një kohë, si të gjejmë ne ty për të hequr një nishanë, ti nuk bën vetëm hundën e bukur apo mjekën ato, bën të gjitha. Heq një nishanë, para ndan, rregullon gjërat, hap frymëmarrjen kur është në hund. Si u gjejmë juve, ty dhe mjekun e nderuar tu? Atëherë, klinika jo ndodhet në rrugën e Dibrës, në ke kompleksi Halili, në katin e 2, neve kemi dhe një faqe në Facebook dhe në Instagram. Kompleksi Halili është ajo pak më lartë se sa Selvia, ajo pallati bukur, i gjatë në ato supermarketet dhe në ato xhamet e me këto. Ekziston dhe një faqe në Facebook, që është kirurgjia plastike dhe estetike në Tiranë, gjithashtu dhe në Instagram, kirurgji plastike, Kimera Klinik. Kështu që ka shumë mundësi komunikimi, neve kemi dhe një rubrik të gazeta intervista, nëse mund ta përmend. Me kënaqësi ta përmend, s'ka gjë, Fioralba Koburin e kemi Miken e kemi Fabiolën, po. Edhe atje, domethënë her pas here, të gjitha pyetjet që drejtojnë në redaksi i kthej përgjigje unë dhe profesori, për sa i përket kirurgjisë plastike, për hundën, për barkun, për vajzat kanë ekziston një rubrikë në gazetën intervista, kur njerëzit mund të drejtojnë pyetje për problemet e tyre që kanë. Aty kanë dhe të dhënat e mënyrën se si mund të na kontaktojnë. Doktori turk rri në Shqipëri apo ikën e vjen? Profesori vjen në Shqipëri një herë në 3 javë, ose dhe më herët, varet si t'jenë pacientët që e presin. Neve kemi një staf që koordinon takimet, terminet dhe ditët e ndërhyrjeve. Jo çdo ditë jemi në klinik, shumicën më të madhe jemi në spital, kur bëjmë ndërhyrjet. Ndonjëherë i presim dhe atje pacientët. Mbarojmë me diskutimet, flasim me pacientin ato që janë nevojshme për t'u bërë, i bëjmë fotot, cilat ne i kemi shumë të rëndësishme, sepse ne ndjekim pacientin në vazhdimsi, duam të dim mbas një viti, mbas 2 vjetër, se si do jetë për të bërë ndryshimet, sepse sigurisht harohen, ke të bësh me shumë njerëz dhe tjerë. Dhe pastaj futemi në ndërhyrje, në operacion, varësit llojit ndërhyrjes. Sa njerëz ke për të bukur ose nuk ke kthyer lumturi ose? Unë jo dhe shumë, po profesori për shembull kur dalim në Tiranë, mbas ditëve gjithmonë kur shikon vërdall se Tirana është e vogël, thot ajo është hunda ime. Ajo është pacientja ime. Shumë interesant. Po. Domethënë ai është unik, ai mban mend në mënyrë të jashtëzakonshme pacientët e vet. Po. Mban mend dorën e tij kirurgjinë e tij. Ai e njeh dorën e tij në mënyrë nuk e di dramatike. Dhe kjo është lartë si e doktorit. I nderuar Astrid, unë dua të bëj një pyetje përse shqiptarët janë kaq të ndrydhur, kaq kështu, nuk besojnë te politika, nuk besojnë te politikanët, sepse edhe neve na vjen plasë si gazetarë.
Shqiptarët nuk janë fare të ndrydhur. Unë të thash parë, 2 pole janë dhe ku do shkojmë. Pse janë të ndrydhur shqiptarët? Tu nuk ka një pol të tretë. Nuk e sa një pol i tretë, mozaiku politikës. Po diskutim po. Ky konfiguracion. Unë po të them këtë që nëse Meta do dalin vete, që do marrë rreth 20 parti në koalicion, mos duket çudi që të marrë pushtetin. Po si t'ja shtie në mend Metës që ti themi që partitë e vogla me ty. Meta mund të ka bej, po nuk e le frika për mendimin tim. Që do thotë, a do arijon këtë? Dhe mos duket çudi dhe një bashkime majtë djathtë po dolin vetaj. Pse jo? Çfarë ka ndodhur shumë vende, disa vende të botës, nuk është. Çfarë do bëni në termin qeshor për ta mbyllur këtë intervistë? Për të mbyllur çfarë do bëni të qeshor për protestën? Jo, në termin qeshor për zgjedhjen. Për zgjedhjet. Tani ne mendojmë se jemi të fituar fatikisht, për ku jemi deri sot tu. Pra në Tiranë ti do të në Tiranë ne mendojmë se shumë të detajuar. Në qoftë se neve nuk do na villet vota. Në qoftë këtu do bëhet një numër elektronik. Ose numëri mos të bëhet me simpatizant. Që të më numërosh ti me votën time. Po unë ta numëroj votën time. Ose të me prokuror, me gjykatë duke di se mund ta nxjerrin ligjin ata, po vota thjesht mos villet. Unë kam qenë edhe në 2013 KZAZ dhe kam parë se janë vill votat, se janë marrë hiçi bab hiçi, nuk është ndonjë gjë. Ajo, pa do jetë prapë kjo? Dhe si po doja, si përse kanë nxjerrë deputet me votat tona. Prandaj unë të thash bëjtë rastin e Lezhës, që në Lezhë punua shumë qetë, pa media, pa gjë, vetëm kur në fund fare pasi bomba, ora, dhe thanë, plasën dhe mediat, ora që bën këta. Këtë po bëjmë dhe ne sot, ne si në ajo pjesë që bën Kreshniku me proteste, me zhurmë, në jena pjesë e lojës shtëpi në shtëpi, banor, dhe i marrim në të lloj forme votat, dhe do më pëlqente që të bëhet jo me emër partije, po tjetë me emër deputeti në listën e votimit. Shikoj ashtemi të bërë. Që do jetë emër partijës? Shikoj deputeti. Ka nevojë parlamenti. Shikoj shumë, është një fatkeqësi për shembull, për kodin zgjedhor gjithmonë po thasiti, është një fatkeqësi e madhe që unë dëgjoj nga PS-ja hiku te PD-ja deputeti, nga PD-ja te pse valla. Qofse unë dal deputet e Partia Ora e Shqipërisë, nëse dua të iki, se dikush më afron 2 lekë, do unë largohem, jep mandatin valla dorzoje. Dhe vazhdoj hik ti se kjo dalin siglën time, si mund t'ikësh. Dhe mund për shembull pëlqeu Talant Balla kur i tha Blushit, do t'ikësh ti hik valla. Do të mandatin, do vi dikush tjetër se kjo dalin siglën time, nuk e dal ti si ben. Se si ben do të shohim të rast do marrë ai. Si individ. Se kjo tani, unë tani me PD-n, fut listë PD-ja, dal deputet, 1 milion euro mua Rama, shkëtë Rama rahat, oho, s'ka më mirë. Pse? Se ne qartë. Dua të ndryshoj pak argument. Si të mos gaboj unë që frymarrjen time ta rregulloj në një klinik jo profesionale, po të shkoj te klinika dur. Sepse tregu është bërë kështu dhe po ta shikosh edhe në sidomos këto rrjete sociale na ngatrojnë shumë. Si mund ta dalloj? Mendoj se edhe kjo ka të bëjë pak me emrin për atë që ti do votosh, që përmendi zotëria. Sigurisht duhet pyesësh se kush është mjeku që ty po të ekzaminon, duhet të shikosh backgroundin e atij, duhet marrësh review-n e pacientëve të tjerë që ai ka operuar. Shumica këtyre pacientëve gjenden, ke mundësi dhe ti mund t'ja kërkosh dhe vetë doktorit i thuash që dua të flas me një pacient që e ka bërë këtë ndërhyrje. Ne sigurisht i marrim konsentin dhe ju mund të diskutoni dhe me njëri tjetrin për sa i përket kësaj pjese. Ai ju tregon eksperiencën e vet dhe flet si pacient, nuk flet si nga ana jon si mjek. Mendoj që duhet të pyesësh shumë Bejdo, nuk duhet nxitohesh, nuk duhet joshesh nga çmimi. Edhe jo dhe nga reklamat, se në fundit malli mirë nuk reklamohet dhe aq shumë, kështu që është vërtet. Vetëm do të thosha pyet pacient që e kanë bërë atë gjë dhe si kanë mbetur të kënaqur. Domethënë merr 2-3 review. Nëse ato janë pozitive, mendoj se do jesh në rrugën e duhur tek personat e duhur. Unë smetet gjithë tjetër veç se ty falenderoj që kështë në studio. Faleminderit. Gjithashtu. Të falenderoj zoti Astrit, unë isha në studio me zotin Astrit Miteberi, kryetari i Partisë Ora Shqipërisë për Tiranën. Isha në studio me Senera Hoxhën, me këtë mjeke, me këtë njeri që ditë sqaroj dhe ditë na vërgisë në plagë problemet sociale. Faleminderit. Faleminderit. Të nderuar televizikues, ju falenderoj për vëmendjen.